Fatkeqësisht në barnatoret tona punojnë edhe persona tjerë, punojnë edhe tregtar, punojnë edhe jo vetëm teknik farmacie, sepse ata duhet punojnë mirë po në prezencë të farmacistit. Po, ka shumë raste kur ka ndikuar këshilla ime, ka shumë raste kur ndoshta jo është dhënë bari gabim në një barnatore dhe shpeshherë më kontaktojnë edhe përmes rrjeteve të mia sociale dhe vjen keq që jo gjithmonë mund t'ju përgjigjem për shkak edhe të obligimeve të mia familjare. Mirë po, sa herë që ka mundësi një përgjigjem pacientëve që më kontaktojnë ose që vinë dhe kanë ardhur në barnatoren ku unë kam punuar, ka pas raste që i ka përdorur barnat në gabim, ka pas raste që e ka parë që nuk është duke i reaguar bari siç duhet, ndoshta i është dhënë gabim prej një dore tjetër, nuk mund të them prej farmacistit sepse fatkeqësisht në barnatoret tona punojnë edhe persona tjerë, punojnë edhe tregtar, punojnë edhe jo vetëm teknik farmacie, sepse ata duhet punojnë mirë po në prezencë të farmacistit dhe shpeshherë lëshohen gabime të cilat derisa nuk i ndal dikush tjetër ato vazhdojnë dhe rrjedhin. Shpeshherë ka ndodhur me një rast me një tabletë që është shënuar 1/6. Ajo është aluduar që të mirë tableta, 6 tableta në javë dhe pacienti ka marrë 6 tableta në ditë dhe ka kaluar në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Ka pasur raste të ndryshme që i kanë përdorur barnat gabim, ka pas raste kur edhe supozitori është përdorur përmes gojes, në mënyrë që sepse nuk i është sqaruar që është supozitor dhe jo çdo pacient duhet ta di për një formë farmaceutike se si të përdoret. Pacienti duhet të mirret si person i cili nuk ka asnjë njohuri rreth barnave dhe asnjëherë nuk duhet të jetë befasuese për farmacistin rreth pyetjeve të cilat i bën pacienti. Mirë po gjithmonë duhet të jetë i gatshëm t'ia sqaroj ndoshta edhe detajet të cilat janë shumë ndoshta për farmacistin mund duken edhe qesharake, se si të hapet një kapak, se sa të kohë, sepse ka edhe disa barna që i kanë një formë të rujtjes brenda dhe ka ndodhur që pacientët i kanë pirë ato dhe këso forme e kanë dëmtuar shëndetin, mirë po besoj që çdo farmacist i përgjegjshëm duhet t'ia sqaroj në imtësi çdo pacienti mënyrën e duhur të përdorimit të barnave, sepse ai kur shkon në shtëpi, ai ka ato udhëzime dhe ndoshta nuk e din si t'i përdor si duhet dhe i merr barnat gabim.